Ja të kemi tani në këndin e bisedës, por edhe të interpretimit gjithashtu. Ua kam thënë në hapjet programit, ne do flasim me Atletika Morinën, koreografe dhe valtare e grupit Tika Dance, për vallëzimin salsa. Mirë mëngjesi, bëva ishte një herë. Me një salsa. Bravo. Si e, mirë? Mirë. Mirë se na erdhe sot. Mirë se në gjitha. Salsa e luam prej vitesh, a? Prej vitesh. E vështirë për të luajtur? Jo. Tashmë ja ke marrë dorë. Është vështirë për ata që ditën e parë që ja nisin me mësu salsën, po nuk është e vështirë kur të mësohet, është shumë e mirë. Për nga e ka origjinën ky vallëzim? Salsa ka origjinën që kam lexu, Gjithmos sipas literaturës. Prej viteve 70-ta, New York, me pika të shkurta, kështu normal Amerika Latine, anë janë gjitha shumica vallëzimeve që interpretohen. Për viteve 70-ta, ti kur ke filluar të luash salsën? Unë kam fillu prej 90-tave. Unë vallëzoj prej 90-tave, po salsën ja kam nisë me praktiku prej mas lufte. Apo? Prej 2000-tës. Mirë shumë. Që kemi shumë vonë, ja 30 vjetë më vonë, se në Amerikë. Mirë shumë. Ka teknika të veçanta, si thua, vallëzimi? Po, se cila ka ashtu teknikën e vetë, po dhe çdo person që mëson e ka teknikën e vetë të mësumit, vallëzimit. Cila është më vështirë për ty, tango a salsa? Për mu tash nuk është e vështirë. Asnjëra? Asnjëra. Për ato studentët ose për ato praktikantët të rinj që vinë? Po, praktikantët e ri, kur të vinë ditën e parë, ngurojnë. O, s'pas na me mësu kur. Po, nuk është ashtu. Më thonë, vallëzimi mësohet, edhe nëse nuk je profesionist, nuk e ki të lindën për vallëzim, vallëzimi mësohet. Sado që duket i vështirë ditën e parë, dytë, po mas në janis me ja marë komen, edhe dorën, edhe nuk është më e vështirë, është e lehtë. Bukur, me që se punon me të rinjë, të reja, por jo vetëm në studion tënde të vallëzimit, çfarë është eksperienca për të punuar me praktikantët që vinë për të mësuar vallëzimet? Është eksperiencë e bukur, edhe gjithmonë janë eksperjenca të reja, normal, të mësu në nxënësat, normal që edhe unë mësoj diçka të re çdo ditë. Thonë është çdo herë ti mëson diçka, nuk është thonë që tash vallëzojnë që 23 vite edhe i dik gjitha, nuk është e vërtetë. Gjithmonë gjithkush mëson diçka të re prej nxënësit ose kur ta dijone. Se cili ka teknikën e vetë, stilin e vetë, dhe ti mund është me mësu gjithë shka. Mund është me inspiru, në fakt, prej gjithë kuj, prej gjithë shkafit. Jetë ka shumë të papritura, në ndodhë momente caktuara, si jemi mire, në ndodhin lajmet jo të dëshiruara, por edhe qasë të gëzimi e hareje, kur në mbërten edhe entuziasmi, kur ti nisë të vallëzosh, gjithë shka e haron. Kthehet jeta në një bukuri të vërtet. E vërtet, edhe ja kisha sugjeru çdo kujt që qoftë i mërzitur, qoftë nervoz, përveç lumturisë, kur ti je i lumtur ti vallëzon edhe ashtu, po edhe kur je në gjendje stresi, që siç e theka i mërzitur e thënë, kur të vallëzoni haron të gjitha. Unë ju kisha propozu si terapi, vallëzoni edhe ju hiqet. Krejt çka keni, i harroni. Po vetëm fëqinjët poshtë e lartë kanë dërguar ankesa te policia se studio ka një zë shumë të lartë aty, ha? Ku shuan ku? Jo, po them. Po edhe për fëqinjët e mi vlen se në qoftë se ja lëshojmë zërin shumë studios. E kur të lëshon naj këngë që ju pëlqen, nuk kanë kohën. Ka bebat vogla që flenë gjumë, ka të mëshuar, po me gjithat për lumturinë e jetës kur nuk është mjaft. Apo jo? E vërtet. Shumë e letë është me ty të punosh aty, se sa të bisedosh, kështu që kur për teorisja kom thonë. E gjithë studioja është në dispozicionin tënd, na ke marrë edhe një partner me vete, sepse unë sot dhe kam vështirë në shtatë të luaj rolin e asistentë. Po që disa herë ti s'po më dëgjan, s'po vallëzon. Edhe këtu kur s'po vjen, as prej regjis, as kamermon, as s'po vinë me vallëzu. Po i kemi disa që vallëzojnë bukur, po. Po. Sot me që e pas ke marrë asistentin, që bashkë. thua ja, bravo, shumë bukur. Besoj që muzika do t'jetë gati në sfond për ta përcjellë në fillim e kisha spjegu pak hapin boz, rrotullimin ngadalë,
tani me E nisi do nxënësin të të tim. përcjellë. Po, Do ta thrasim me asistentin? Po, në fillimi jo, njerë ti të regoj hapat bazë. Në rregull. Tani eftoj, okej. Atëherë, hapi bazë i salses shkon kështu. Shkojmë ka dole, me këmbën e djathtë shkojmë mbrapa. Femra e këmbës majtë ngritet lartë edhe ullet. Prap këmba djathtë vjen ku ishte me parë. Edhe njëherë, e djathta mbrapa, në të njëjtën kohë, ku shkojmë mbrapa, femra e këmbës majtë ngritet lartë, ullet edhe afrohet, prap këmba djathtë ku ka qenë. Me këmbën e majtë shkojmë para, njëjtën mënyrë, femra e këmbës djathtë ngritet nalt, ullet dhe këmba majtë tërhiqet prap mbrapa ku ka qenë. Edhe njëherë, e majta para, femra e këmbës djathtë lartë, ullet edhe afrohet. Në të në shkon si hapë, në të në si duket kështu. 1, 2, 3, edhe para, 1, 2, 3. Për gjitha ta që e kanë merak vallëzimin sot, kanë mundësin me mësu hapin bazë, bashkë me mu, 1, 2, 3, e djathta mbrapa të më thonë, e majta para, 1, 2, 3. Në këtë rast të spjegojmë edhe rotullimin, bazë, janë një 3-4 hapa që janë bazë, E kuptoj. që vallëzohet në gjithë salsën, në më thonë përdorën këto. Atëherë vallëzimi shkon lidhet me hapin bazë, 1, 2, 3, me këmbën e majtë, kur shkojmë para, kthehem, këmba djathtë nuk lëviz, vetëm kthehet, femra lart, tani ullet, edhe rrotullohemi gjithë komplet. Edhe një herë, 1, 2, 3, shkojmë para, kthim, edhe rrotullim. Tash e lidhi me hapin bazë, më thonë 1, 2, 3, hapi bazë, 2, 3. Tash shkoj me rrotullim, 2, 3, 1, 2, 3. Eftoj nxënësin tim krenarin. Hapat bazë i morëm, edhe rrotullimin e mësuam. Edhe rrotullimin e mësuam. Hajde, Ta shikojmë djali. se si duket me partner. Bukur do duket, s'ka qare. Hapat bazë janë, do më thonë, Të njëjtë. njëjtë edhe për partnerin mashkull, vetëm se starti, do më thonë, shkon për partnerin është me këmbën e majtë para. Do më thonë, starti për partnerin femën është me këmbën e djathtë mbrapa. Atëherë e bëjmë kështu njëherë, fillojmë ka dole krenar, hajde, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, rrotullimin, 1, 2, 3. Në më thonë, gjatë rrotullimit, partnerit femën, mashkulli vazhdon me hapin bazë. Po prit, ti s'na njoftove me djalin, moj. Kush është Po ky më djali? tash krenari. Ky është nxënësi imi, krenari, bravo, që është thënë tash që 6 muaj nashta ju kanë bo. Brava, ashtu se s'dishim ne kush është partneri. Krenar, është e lehtë punosh me tikën apo jo? Shumë lehtë. Vërtet. I ke mësu tash hapat e gjithçka korrekte, e sakt. Vërtet ajo? Qysh? Zbërtet, se bëhet fjalë për vallëzimin, si. Jo. Në qërtim, Jo pedagoge, une... Pedagoge, pra. Prandaj. Une di me mësu nxënësa. Sigurisht. Me u marrë me ta. Shumë e rëndësishme kjo veti. Okej. Shkoj me muzikë? Gjithçka nashta nëse nervoza i kështu në vallëzim nervoza nuk bën hiç. Bravo, është e vërtet. Është e vërtet. Okej, shkojmë edhe një herë. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dhe rrotullim 1, 2, 3. Në mëndon këta kënë hapat që i mësum bazë. Mu i me shku dhe me rrotullim me hapin bazë. Në mëndon janë disa elementet thjeshta për fillestar. Bravo. Shkoj me rrotullimin. Mirë, tash kisha me cikë këtu normal që shkon qëndrimi, duhet me qenë shpina drejt. Qëndrimi me partner, më thonë, dora e djathtë e partnerit shkon në shpatullin e majtë të partnerës, bryli shkon pak ma poshtë, edhe është ma e lirë. Në më thonë, shkoj me hapin bazë. 1. Numëroni kështu vetë me vetë apo jo? Kur doj me bërë rrotullimin, do të thonë, hapem, kapim durt, edhe shkojmë me rrotullim. Shkojmë me disa elemente tjera, pak si në shpejtësi.
Cilat janë ato elementet? Shkoj me ndrim të vendit, unë i kam ato termet e mia që i përdori për lëvizjet e vallëzimit salsa, me ndrim vendi. Shkoj me ndrim vendi me rrotullim. Mirë. Tash të duhet muzika tika? Tash kisha pas qëtë pak muzik edhe me i bo... E praktiku tamam si duhet. Bravo. Okej. Krenari dhe tika on stage. Hajde. Ju lumshin këmbët e duart se i futet në funksion. Mirë shumë. Faleminderit. Kjo ishte një vallëzim mes partnerësh salsa, apo jo? Mirë, tash i kemi edhe një tjetër këngë. Ju do ta vallëzoni përsëri në salsa atë? Çfarë kanë zgjedhur? Shojmë se çfarë na ka zgjedhur regjia. Ganën salsa. Po është salsa. Salsa edhe kjo. Se me disa elemente të tjera. Për shembull, shakim su hajde. Që është salsa me tikën dhe krenarin? Salsa me, normal me lëvizje bazë.
Lëvizje bazike, pse ka edhe të tjera komponente shtesë? Ka tjera, ma të shtira, ma të komplikume. Po për gjithë ata që na kanë ndjekur, sigurisht do duhet të qenë një mësim shumë i mirë, i thjesht, praktik, që mund ta mësojnë edhe në kushte shtëpie. Në këtë mëngjes. Në këtë mëngjes të ditës së shtunë. Miq, faleminderit Tika, faleminderit ty, Kishe, faleminderit Krenari, uroj shumë suksese. Shumë faleminderit. Këtu edhe po japim punë programit mëngjesit për ditën e sotme. Zonja dhe zotëri, faleminderit shumë që na keni ndjekur. Ne do të ritakojmë bashkë nesër me fillim në orën 8. Gjithë mira dhe mirëpafshim.